Të dashur shigjetar, me një mesazh po fillojmë vitin për ju. Dhe mesazhi juaj është hëna. Hëna në tarotin tradicional është letër iluzioneve, intuitës, ëndrave, frikës së panjohur, nënvetdijes. Në këtë letër, ta them, është magjia, vizionet, lidhja me nënvetdijen dhe fuqinë natyrore. Të dashur, mesazhi i juaj në këtë letër është që të besoni intuitën e juaj apo tënde, por dalloj iluzionet nga realiteti. Ëndrat dhe shenjat janë të rëndësishme absolutisht tani. Dëgjoje këngën e mbrëmshme apo dëgjoje zërin e mbrëmshëm. Të kthehemi tek realiteti. Shigjetari është një shenjë aventuriere, optimiste, filozofike dhe që kërkon të vërtetën e madhe. Dhe hëna ju sfidon pikërisht këtu. Ti do horizonte të gjëra dhe qartësi, por kjo letër të fton të zhytesh në misterin e intuitës tuaj dhe botën emocionale apo nënvetdijen. Diçka që ndonjëherë shigjetari e shmang sepse preferojnë logjikën dhe lirinë. Kjo për ju, të dashur shigjetar, do të thotë një periudhë ku ëndrat ose intuita të udhëheqin drejt një vizioni personal, një kërkim shpirtëror ose udhëtim i mbrëmshëm për të gjetur kuptim më të thellë. Pra kujdese nga iluzionet. Entuziazmi yt i madh mund të çojë në pritshmëri jo reale, ose të mashtrohesh nga diçka që duket magjike, por që nuk është në fakt. Në përgjithësi është një letër fuqishme transformative. Pas errësirës dhe konfuzionit vjen ndriçimi. Pas hënës vlen dielli gjithmonë. Beso udhëtimin tënd shpirtëror edhe kur rruga duket e mbuluar me mjegull. Pra, besoj intuitës tënde, jo iluzioneve apo ëndrave që keni. Atë çfarë ndjeni, ajo është realiteti juaj.